Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në preskonferencën e përbashkët me presidentin kroat Zoran Milanović tha se kriteret e Kopenhagës janë ato që do të na bëjnë një shtet standard europian dhe theksoi se vetoja nuk është një instrument miqësor. Ajo tha se pret mirë kuptim, por theksoi se duhet të shtym përpara agjendën shtetërore. Siljanovska marrëdhëniet me Kroacin i vlerësoi si tradicionalisht miqësore. Është një shenjë mirëkuptimi, një shenjë mbështetjeje. Kroacia pavarësisht se është antare e BE-s, ka mirëkuptim për nevojat rajonale, ka mirëkuptim për Ballkanin Perëndimor. Presidenti përsëriti shumë herë se ne jemi gjeografikisht, kulturalisht, historikisht pjesë e Europës. Lidhur me pritjen tonë për në BE, e përsëris se besoj se kriteret e Kopenhagës janë ato që do ta bëjnë një shtet europian standard të mërzitshëm, se vetoja nuk është një instrument miqësor, se pres mirëkuptim. Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović, duke ju referuar çështjes së antarësimit në BE, tha se ne nuk duhet të jemi viktima të asnjë presioni dhe shantazhi për antarësim në Bashkimin Evropian. Mos u bëni viktimë presionit ose ndonjë lloj zhvatjeje kur bëhet fjalë për antarësimin në BE. Nuk e kanë fjalën për vendin fqim Bullgarin. Ata kanë disa ide të tyre se si duhet të duket. Është e qartë se duhet të ketë një konsensus dhe gjithçka varet nga një gjë. Për sa kohë që dikush është kundër kësaj, Maqedonia nuk mund të ecë përpara. Pyetja vetëm është nëse kjo është ende gjëja më e rëndësishme në këtë botë që ja vlen për ju dhe qytetarët tuaj, apo ka gjëra të tjera për të cilat mund të punohet për t'i realizuar. Siljanovska tha se vetoja do të vazhdojë të shkaktojë probleme dhe se nuk do të mbetemi një rast i izoluar, si dhe në një farë mënyre duhet të gjejmë vendin tonë brenda kornizës së kriterjeve të Kopenhagës.